Përshëndetje, miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Sot do të marrim disa mesazhe të letrave Tea. Ç'na thon mesazhet e letrave Tea për dy persona të dashuruar? Të bën një surprizë të papritur. Pra, do të bëj një surprizë të papritur në jetën tënde, kur ti nuk e pret, në befasi. Jeni të dy të lidhur shumë nga ana shpirtërore, pra keni një lidhje të fortë shpirtërore, dhe se jeni larg nga njëri tjetri. Të do me shpirt në infinit, gjithmonë ka atë pjesën e dashurisë shpirtërore për ty, të do me shpirt. Por mban një sekret që ty nuk do të ta tregoj këtë sekretin që mban. Për diçka të mirë, kuptohet. Vjen për të takuar dhe ky mbas herë sekretit që ai mban, që të bëjë një surprizë, vjen për të takuar në mënyrë të befasishme, në mënyrë të fshehtë. Bën të pamundurën për ty të ndihesh mirë, pra bën ç'është e mundur që ti të ndihesh mirë me gjërat që ai bën, edhe pse është larg. Pa ty është i vetmuar, i humbur, bosh. Pra gjithmonë në jetën e tij, nëse nuk ka kontakt me ty, ai është bosh, i vetmuar, apo ajo, i vetmuar në një botë që i duket çdo gjë e kot. Pra, këto ishin disa nga mesazhet e dashurisë së letrave Tea për dy persona që janë larg njëri tjetrit. Faleminderit shumë, miqtë e mi.